Sot të ftuar në Prizma kam, si që përmenda dhe në vetë hyrje, një personazh shumë të veçantë. Atë e kemi rrallë për mall për intervista në Maqedoninë e Veriut, e ne shfrytzuam rastin që me qenë se e kemi këtu, sigurisht të realizojmë një intervistë shumë të bukur me të. Është një grua e cila ka lënë gjurmë shumë të forta në teatrin shqiptar, ajo aktualisht edhe udhëheq qendrën kulturore në Korçë. Me mua dhe me gjithë ju të nderuar shikues, kam derën dhe kënaqësinë që t'ju prezantoj të madhen Zamira Kita. Kënaqësi t'ju kem sot në televizionin Alsat dhe për gjithë shikuesit e emisionit. Është shumë derë për mua në fakt që të ndajmë sot studion bashkë. Shumë faleminderit, nderje është imi, sepse do t'jem sot me ty edhe me gjithë ata që na ndjekin, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, me të cilët unë kam komunikuar shpesh nëpërmjet skenës dhe roleve të mia në Shkup edhe në qytetet të tjera të Maqedonisë Veriut, por ja ku jam tani në studio për të folur nëpërmjet jush dhe ekranit tuaj me publikun. Edhe do ta bëjmë këtë me shumë kënaqësi, sepse shqiptarët e Maqedonisë realisht shumë nga ne jemi rritur duke ndjekur krijimtarinë tuaj artistike, rolet, shfaqjet, të cilat i kemi ndjek me shumë dashuri, po duke mos harruar shkaku i profesionit, unë me shumë kënaqësi kam ndjekur edhe intervistat tuaja dhe jam kënaqur shumë duke i parë ato. Kështu që për mua vërtet është emocion ndryshe që t'ju kem sot në studio. Faleminderit. Edhe unë erdha me shumë kënaqësi, sepse jam e gatshme gjithmonë për që një intervista, për të treguar diçka nga jeta, por dhe si thua për të kontribuar sadopak edhe në pjesën sociale dhe në formimin artistik kulturor të njerëzve tanë. Përveç një aktore, unë e di që në jetën private ju jeni një zonjë multitasking, do thoja, e gjithanshme, ju gjejmë gjithandej jeni shumë aktive. Përpiqem. Që sot do t'i prekim ato pikat kryesore, sigurisht përveç jetës profesionale. Ju gjejmë në Shkup sepse jeni pjesë e jurisë edhe të festivalit Skupi Fest, i cili po vazhdon me shfaqjet. Si ju ka gjetë Shkupi kësaj radhe, si po ju duken shfaqjet? Në fakt unë kam marrë një ftesë nga Osmani dhe Muçi që janë organizatorët e festivalit dhe e kam pritur me shumë kënaqësi ftesën, sepse kam shumë dëshirë të rikthehem në Shkup gjithmonë për punë, por edhe për kënaqësitë mia personale, për të çetitur, për të takuar miq e shok, sepse për fatin e mirë kam shumë të tillë në Shkup. Por kësaj here, si pjesë e jurisë, ishte edhe një nder për mua dhe kënaqësi dhe një lloj detyrimi, obligim për të shërbyer. Jam shumë e kënaqur, kështu që e pranova pa hezitim, por përveç pjesës artistike të shfaqjeve, që çdo natë unë mezi i pres dhe për ne artistët është kënaqësi që të shohim shfaqje. Aq më tepër kur ka edhe shfaqje të mira, me padurim e presim të vi ora e shfaqjes. Por gjithashtu unë e shfrytëzoj këtë moment edhe për të shëtitur në qytet. Sot jam gjitur në Kala. Keni shëtitur gjithandej. Po, kam shëtitur kudo dhe dua të shoh çdo gjë të këtij qyteti. Bile më tata të ftohti nuk e ndjeva nga kënaqësia duke shiu. Për çudi moti na ndryshoi papritur. Ishte çudi për gjithë. Por unë e kisha parë motin që në Korçë dhe kisha marrë një xhup të madh, por sot nuk e vesha atë. Vesha një xhup pa mëngë, në gjitha në Kala, nuk e ndjeva të ftohtin sepse eca. Dhe kënaqësia që ndjej në çdo moment kur bëj një gjë të bukur për veten time që më shijon, nuk më lë të ndjej të ftohtë. Pastaj ula piva një kafe, kështu që e kalova sot që ishte dita e ftohtë, po dhe dje ditën me shi unë eca nga lumi, bëra shumë ecje. Kështu që gati çdo ditë kam bërë nga 6 kilometra duke ecur. Jam kënaqur. Edhe më së shumti me shfaqjet, sepse kjo është kryesorja që duhet thënë. Jam kënaqur me kolegët që kam takuar çdo natë në teatr, me miq që kemi ndarë mbrëmjet tona, ku kemi diskutuar për shfaqjen, gjithashtu dhe me dy pjesëtarët e jurisë. Jam shumë e kënaqur që jam bashkë me ta, me Adrianin dhe Srebra e ka gazetarja maqedonase, Gjorgjevskaja, edhe Adriana Ziri, që është një aktor i Tetovës. Ne bashkë diskutojmë shfaqjet dhe ju më pyetët si kanë qenë shfaqjet. Tani unë nuk duhet flas shumë se si kanë qenë shfaqjet. Do presim deri në përmbylljen e festivalit, pastaj mund të flasim sepse nuk dua që të prononcohem në këtë moment, por kemi parë shfaqje të mira. Unë jam sigurt që nuk është hera parë që jeni në këtë rol, sigurisht keni marrë pjesë edhe në shumë festivale të tjera. Sa është i vështirë ky rol të jeni ulur në atë koltuk për të gjykuar shfaqje, ku besoj i kuptoni më mirë, kush më mirë se ju në fakt i kupton emocionet e aktorëve të cilët janë të ngjitur atje. Kam qenë pjesë e disa jurive, por kësaj here është pak me thjesht puna, sepse ne japim vetëm çmimin shfaqja më mirë. Edhe jemi pak të shkujdesur në këtë drejtim, sepse sigurisht njëra nga shfaqjet do të jetë më e mira. Edhe atje ku ngelen dy për të diskutuar, hyn edhe subjektivizmi jonë, sepse dikujt i pëlqen njëra, dikujt tjetra, por ne jemi tre dhe do ta vendosim atë dhe me votë. Ndërsa
kur ka vlerësime për aktori më i mirë, aktoria më e mirë, aktorët e roleve jo protagoniste, pra suport, mbështetëse, aktori i ri, aktore e re, ka skenografi, kostumografi, muzikë, aty vështirësohet puna e jurisë dhe përgjegjësia është edhe më e madhe. Por unë kësaj here jam mirë. E bukur, më vjen jam mirë. Edhe festivali ka zgjatur 6 ditë, pra nesër do të jetë nata e fundit që konkuron Tirana, Teatri Metropolit, dhe vjen e Madhja Ju Kamujo, një nga aktorët më të mira tona, dhe Armela Demaj që është dhe drejtore e Metropolit. Presim ta shohim atë shfaqje, unë e kam parë edhe në Tiranë, por gjithsesi të shohim si do funksionojë këtu. Dhe pastaj do të diskutohen gjërat, pra 6 shfaqje dhe 2 monodrama që kanë qenë 2 ditë me 2 shfaqje. I kemi ndjekur shfaqjet në orën 18 dhe pastaj në 20:30. Bukur shumë. Në fakt, Shkupi realisht jo vetëm Shkupi, po edhe shumë qytete tjera, muajin shtator dhe tetor e konsiderojmë si muaj të teatrit dhe mua më gëzon shumë ky fakt, sepse njerëzit fillojnë dhe flasin vetëm për teatrin. Diçka që nuk është se ndodh shumë shpesh gjatë muajve tjerë. Shtatori dhe fillimi i tetorit konsiderohen muajt ku gjitha tavolina, domethënë, janë të preokupuara duke folur për teatrin dhe për shfaqjet. Dhe kjo është diçka shumë e bukur. Shumë e bukur, por duhet të flitet për teatrin më shumë, edhe në nëntor edhe në dhjetor, sidomos në muajin e festave, atje ku fillojnë koncertet festive, gjërat e gëzuara, edhe teatri duhet zërë vendin e vet. Duhet jetë i gëzuar me komedi, por duhet jetë edhe me mendim, me drama, tragjedi, me shfaqje të bukura cilësore teatrore. Jam shumë dakord. Flitet në shtator shumë, po, ke të drejtë. Ne si medium e kemi marrë këtë përgjegjësi që të flasim shumë shpesh. Realisht ne këtë e bëjmë të paktën një herë në javë. Edhe është gjë shumë e mirë sepse teatri të bën më të mirë, të zbut shpirtin, të edukon. Teatri të bën njeri të mirë. Dhe shtatori, tetori çelet sezoni artistik. Kudo çelin sezonin, kështu që edhe në Korçë çeli me Coco Fest që javën e parë të shtatorit. Bukur shumë. Unë e di që këtë pyetje ju a kam bërë shumë shpesh, por meqense unë ju kam për herë të parë në intervistë dhe sigurisht ka kaluar një kohë shumë e gjatë nga intervista e parë, duke që keni realizuar, nëse nuk gaboj, në Maqedoni në televizionin shtetëror. Kështu që ka kaluar kohë relativisht e gjatë. Po shumë kohë, shumë. Nuk kam qenë prezente shumë në mediume të ndryshme të Maqedonisë Veriut, jo, përveç ndonjë interviste sporadike që merret diku në ambiente teatri, rrugë, kafe, për problematika të ndryshme, kur unë kam qenë këtu, në thonjza më kanë shfrytzuar për të më marrë një mendim. E ne sot kemi komoditetin për të folur sigurisht në disa segmente kryesore të jetës tuaj, si profesionale, ashtu edhe personale, sepse shumë nga këto gjëra i keni nda në mediumet e Shqipërisë, por jo vetëm. Dua t'ju kthej në kohën kur jeni ngjitur për herë të parë në skenë, je dedikuar skenës, teatrit. Kur ka qenë ai momenti, Zamira, kur ti ke thënë vetes, unë nuk shkëputem dot më nga ky profesion, momenti kur ti ke vendosur që jetën tënde profesionale t'ja dedikoje pikërisht këtij profesioni? Po, duke të thënë që nuk e mbaj mend, do të thotë që ka shumë kohë kam qenë shumë e vogël. Pra, duke thënë që nuk e mbaj mend. Çfarë moshe ka qenë? Shiko, unë kam filluar të recitoj, të ndjek të dëshirën e protagonistes në një skenë, qoftë mbi tavolinë në klasë, ku mësuesët mipnin mbi tavolinë për të recituar, e kam ndjerë këtë dëshirë të madhe, këtë dashuri të madhe për të treguar një përallun, për të recituar një poezi, pra për të shprehur me të tjerët. Dhe fillova të kuptoj që më pëlqente dhe fillova ta bëj. Fillova të imitoj aktorë të ndryshëm aktore, si rolin e Olgës tek Zoja nga qyteti, kur e ka luajtur Dhor Korgocka në teatrin e Korçës, unë e kam imituar. Po kam qenë shumë e vogël, diku klase 6 e 7, dhe pastaj, ndoshta në këtë mosh, pak më vonë, 11 vjeç, unë jam ngjitur në skenë me babain tim. Dhe kemi luajtur të dy bashkë në një estradë, pra në një varietet të një institucion, të një kombinati trigotazhi, ndërmarrje. Në një intervistë keni treguar që babai ka një influencë shumë të madhe pastaj në rrugtimin tuaj artistik. Sepse babai im ka qenë njeri me shumë kulturë, lexonte shumë dhe unë të lexuarën e kam marrë nga babai. Ai flinte me libër poshtë jashtëkut, edhe unë u edukova me dashurinë për librin dhe me dashurinë për teatrin, se babi ishte një aktor amator shumë i talentuar. Kishte një natyrshmëri dhe organicitet të cilën unë e kam trashëguar. Sepse të gjithë ma vënë në dukje dhe kur e kam parë babain të luaj mbasi kisha mbaruar akademinë, e kuptova që i kisha ngjarë shumë atij, sepse kisha gjithë të mirat që ai kishte në interpretim dhe të metat e tij si precipitimi, nxitimin, që ndërkohë me vite e kam rregulluar shumë, sepse kam fituar eksperiencë, përvojë, jam konsoliduar si aktore, edhe sigurisht nuk nxitoj më, por në rinin time e kam pasur të trashëguar nga babi. Ai më ka nxitur për të bërë aktore, më ka pranuar dëshirën menjëherë, kur nuk më tha jo,
që në vitet tona, unë kam studiuar në 81-shin, vitet tona që janë shumë të vështira që një femër të bëj aktore, të bënte filma, teatr, të rinte në prova, të shoqëroj kaq shumë me meshkuj, të ishte me ta, të përqafohej në skenë. Nuk e kam patur këtë problem nga babi, asnjëherë, ka qenë shumë mendje hapur. Edhe mami sigurisht. Ata që në rinin e tyre ishin martuar me dashuri, pra kishin një lidhje të mirë dhe ne u ritëm me dashuri. Fëmijëria kaloi shumë bukur, pastaj në momentin e adoleshencës, ne 3 fëmijë filluan problemet e adoleshencës, të treve filluan problemet tona, dashurit tona, njohje, pamundësitë për të vazhduar lidhje, motra, vëllai, vese tek tuk, ndonjë cigare ndezur, ndonjë gotë alkool vllai, etj. Të gjitha këto filluan ta tronditin çikmarrëdhënien e mamit dhe babit në kuptimin e konfliktit, kontraditave, bëheshim gjithmonë ne shkak. Por ata duheshin shumë dhe kjo ishte gjëja e mirë. Këtu kam filluar unë të kuptoj. Pastaj në shkollë të mesme isha një nga aktivistet më të mëdha të qytetit në Pallatin e Kulturës dikur që drejtoja mbrëmje tematike, mbrëmje artistike, gjithçka recitoja, prezantuese, isha një nga moderatorët më të mira e vogël. Se akoma nuk isha bërë 18 vjeç. Dhe aty e vendosa që unë do studioj aktrim dhe kur e kam shkruar për të kërkuar të drejtën e studimit, kam shënuar dramaturgji, ndërkohë që ishte e detyruar njëra të shkruaj ku të ketë nevojat dheu. E unë nuk e kisha shkruar. Domethënë isha aq e vendosur, të treja ishin dramaturgji. Kushdo më pyeste, po për fatin tim të mirë fitova dhe gjithçka funksionoi siç duhej për mua. Sa bukur. Ka shumë role, ju vazhdoni të jeni shumë aktive në teatr, gjithandej unë dua t'i përmend disa nga rolet më të spikatura, do thoja tuaja, duke përmendur Katrinën në dramën Pamje nga ura, Tanja në dramën Vajza me Valut, Efti në komedin Jovan Bregu e Fugjat, Olimpia e shumë. Me shumë nga këto role, në fakt jeni shpërblyer me çmime. Po cilin ju e konsideroni si rolin që ju ka shënjuar themi juve më shumë ti si aktore, rolin të cilin nuk e di, ashtu ju kënaqet shpirti kur e kujtoni. Rolin që më kënaqet shpirti mua kur e kujtoj është Gjeni te kapitulli 2 me Regjinë Qendrimrianit. Sepse aty ne filluam të bëjmë një teatr të mirë. Aty ndryshoi mënyra e konceptimit të bërit teatr, që një lloj teatri që vinte më modern, më pranë si të thuash kërkesave profesionale, edhe shijeve të publikut. Dhe ai është një rol që mua më ngacmoi shumë shpirtin dhe mënyra se si punonim, si funksionoi kjo gjë. Gjeni te kapitulli 2 Neil Simon. Ndërkohë një rol që më ka shënuar mua dhe më ka evidentuar si aktore ka qenë Divna. Për përshëndetje bashkë me Flora. Fakt kur Flora më kërkoi që të dërgoja një video mesazh për të përshëndetur ty, e para gjë që mendova është se nuk mjafton një video mesazh i shkurtër për të folur për atë që je ti ose për atë që vlen ti për një person si unë. Gjithsesi, përveç këtij video mesazhi, më vjen mirë që ti je këtë periudhë në Shkup dhe në ambientet artistike të komunitetit artistik të Shkupit ke sjellur atmosferë, kulture të Korçës së mrekullueshme, të asaj Korçe që unë kur jam atje ndjehem si të jem korçar dhe për këtë gjitha meritat janë tuat. Të uroj vetëm shëndet dhe vetëm suksese në këtë moment të karrierës tënde që në fakt është moment që ti duhet realisht të mos mendosh se ke arritur të gjitha edhe pse ti ke arritur të gjitha, por të mendosh se ka edhe shumë gjëra që ti meriton edhe që ti ke gjithë mundësi dhe kapacitetet që ti realizosh qoftë në aspektin e roleve të fuqishme të dramaturgjisë moderne dhe klasike, qoftë në aspektin e peshës që ti ke në raport me organizimet e ndryshme, qoftë në teatr, qoftë në spektakël që ndërtohet si spektakli i Kokofesit dhe tjera. Nëse mos e zgjas shumë sepse mund të jetë kohë gjatë kjo që po marrum dhe është e pamjaftueshme gjithmonë për të folur për ty. Faleminderit edhe një herë që je në Shkup për të sjellur mirësinë, vlerat artistike dhe atmosferën kulturore të Korçës apo të Shqipërisë në ambientet e komunitetit, por edhe të publikut të Shkupit. Shumë faleminderit.
Ishte shumë emocionuese për mua se nuk e prita. Jo, nuk e mendova që mund të kishte surpriza. Dhe mendova se në momentin kur përmendet bashkëpunimin tuaj me qëndrimin. Po përmenda se qëndrimin e dua fort njerë. Qëndrimi është një djalë shumë i mirë, shumë i formuar, shumë i edukuar dhe pastaj shumë i talentuar. Për fatin tonë të mirë, ne patëm një indicio nga një mikesha jonë për ta marrë qëndrimin për të mbrojtur diplomën. Mikesha ime më tha, merre Zamira, ta mbroj diplomën se është djalë i talentuar. Dhe ne ju vëmë në dispozicion pas një lloj as shpërblim, as menduam se çfarë do të sillte më mbrapa. Thjesht ta bënim shfaqjen që ai donte dhe ishte pikërisht kapitulli 2. Dhe ai mbrojti diplomën, ne u vëmë me misha me shpirt për ta realizuar dhe unë për fatin e mi realizova një nga rolet më të bukura të mijat. Dhe prandaj e dua fort qëndrimin. Dhe mbas asaj bëm Doktor Schuster, ku luajta Divnën, motrën e doktorit. Dhe aty prap me regjinë e Qendrim Rianit, unë u vlerësova aktoria më mirë e vitit në Shqipëri, në vitin 2016 fitova Kultin, çmimin Kult. Edhe Qendrimi mori regjinë më të mirë dhe Sotiraq Bratko partnerim mori aktorin më mirë. Pra ne atë vit të 3 triumfuam dhe morëm çmimet më të rëndësishme. Pra ca gjëra nuk ndodhin rastisht në jetë, edhe njohja me qëndrimin pas ka qenë shumë e bukur. Punuam Shtëpia e Bernarda Albës ku realizova Bernardën. Pra këto 3 role unë i veçojnë në karrierën time. Dhe së fundi kam realizuar Vasha Zheleznovën, një rol shumë i fuqishëm, shumë i vështirë, por unë ja dola. Bëra një rol të bukur dhe fitova vjet në Kokofest, ndërkohë që unë nuk e pranoj asnjëherë çmimin e Kokofestit, por në 10 vjet juria tha është e pamundur kësaj here dhe ishte dhe roli shumë i bukur dhe shumë i vështirë dhe mora satisfaksionin edhe nga publiku, edhe nga juria. Pastaj kam patur disa role të bukura, siç i përmendët ju, Vajzat me valut Tanjën, ka qenë një nga rolet e mia të para, Eftin ku kam fituar çmimin Mojsiu në festivalin e madh Mojsiu që bëhet, ju e dini, është mbar kombëtar ku marrin pjesë të gjitha trupat, e kam fituar në 97-ën. Edhe si të thuash, pastaj u konsolidova si aktore dhe punova fort. Kam patur edhe një rol në komedin Puthja, është një komedi greke me regjinë Gurikoços në Korçë, shumë e bukur dhe ajo. Kam bërë role të bukura sepse kam punuar me Dino Mustafiç, me Altin Basha, me Arben Kumbaron, kam pasur një rol super të bukur, shumë të bukur. E nuk e di nëse mund të harroj ndonjë regjisor tjetër, Dimitër Orgockën, që nuk e kemi më, por kemi punuar, kam realizuar Frosinën te Kopraci. Pra, kam bërë role edhe Shakespeare dhe Molière dhe Çehov dhe Strindberg me Alfred Trebickën. Kam patur shumë të ftuar në Korçë aktor Tiranës dhe ky ndoshta ka qenë çelësi suksesit tim që unë i hapa dyert e Korçës dhe ne bashkëpunuam me regjisor dhe aktor të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, edhe të gjithë Shqipërisë, Tiranës kryesisht. Bukur. Unë tani dua të flas pak edhe për marrëdhënien tuaj me publikun, sepse sigurisht ju keni një publik të tërë që ju don, që ju admiron për punën tuaj. Sa ka ndryshuar kjo marrëdhënie themi nga fillimet e karrierës tuaj dhe tani që po flasim që jeni një aktore konsoliduar dhe sigurisht me gjithë këto arritjet, të cilat ne do kemi kohë deri në fund të përmendim. Shiko, qëndrimi i publikut dhe marrëdhënia me të ndryshon nga vetë forcimi i emrit dhe i karrierës tënde. Në fillimet e mia, po publiku më ka dashur sepse në fillimet e mia unë kam dalë në televizionin shqiptar në natën e vitit të ri, me Arben Dervishin dhe Aleko Prodanin, të madhin Aleko Prodani. E shumë të tjerë që më mungojnë sot, Marko Bitraku, një nga emrat e mëdhenj të Korçës, edhe aktorë të tjerë korçar, me të cilët realizonim skeqe, materiale humoristike, ku vinim në lojë problematikat tona të shoqërisë shqiptare dhe natën e vitit të ri, vetëm ai televizion shikohej. Mendoni vitet 90. Domethënë unë kam mbaruar në 88-ën deri në 90-ën që u forcova se kam qenë emëruar në një fshat si masovike, si punonjëse fiskulturës, kisha biografinë e keqe, kështu që kam vojtur shumë një çik në fillim. Por pastaj e mora veten dhe duhet të them me ato rolet e vogla unë krijova një emër. Dhe emri im ishte goxha i madh në Shqipëri. Domethënë unë dilja në rrugë kudo në çdo qytet dhe më thrisnin me batutat e skeçeve të mia. Pra formuam një dyshe unë dhe Beni Dervishi të pandar. Dhe së fundmi jemi rikthyer sa ish në Amerikë, ka ardhur dhe ne kemi luajtur karnavalet e Korçës. Ai Nikollaqi, unë Olimpia. U rikthyem dhe të them që publiku na ka pritur jo mirë, por më shumë se mirë. Na kanë kërkuar pafund, kemi shfaqur 8 net në Tiranë, përveç një 10 net në Korçë me sallën plot. Pra kemi patur një sukses të paparë, sepse prisnin Zamirën dhe Benin të riktheheshin së bashku të dy. Para se të ikte Beni, para 20 vjetësh ndoshta, aq se 23 vjet bëhet vajza ime, kështu që sa kisha lindur vajzën, kemi bërë një recital, koncert recital. Sa ka parë Korça si këta.
dhe nuk e di sa shumë jemi ndjekur. Nuk di. Mua më vinin në shtëpi, më kërkonin bileta dhe merrja nga një blok me bileta se më vinin në shtëpi. Vërtet. Po, ikni zhdukeshin biletat. Ishte një shitje fantastike e recitalit ton. Pra kështu e formova emri dhe publiku na ka dashur. Tani sigurisht që më do, sepse unë shikoj që në rrjetet e mia sociale, shumica e komenteve janë pozitive, njerëzit janë të dashur me mua. Jeni nga ato figura që vërtet publiku e ka përqafuar dhe keni po të njëjtën dashuri, vetëm se është rritur, nuk e dyshoj këtë. Njerëzit më duan. Janë ca figura që realisht ne i duam shumë. Janë si pjesë e jona, pjesë familjare. Korça është shumë e afërt me mua, sepse unë atje jetoj. Zamira Kita. Zamira Kita është një ndër personat më të rëndësishëm të jetës time. Sepse me Zamira Kitën zihesh shumë kollaj, qanë shumë kollaj dhe gjithashtu dashurohesh shumë kollaj. Zamira Kita është një promotor jashtëzakonshëm i jetës kulturore, teatrore, sidomos në vend. Unë mendoj se e kam thënë edhe herë të tjera, por në qoftë se çdo qytet do të kishte një Zamira Kit, Shqipënia jonë do të ishte shumë më e mirë. Ju uroj suksese kudo që ajo ndodhet. Në fakt më ka marrë fije malli, po duroj deri mas nesrit. Po, do shkojmë në Athinë. Ne falenderojmë shumë zonjën Rita Gjeka, e cila ndau pak nga koha e saj për t'ju përshëndetur me këtë video. Keni bërë shumë mirë që keni komunikuar me Ritën, sepse Rita është një nga mikeshat e mia shumë të hershme, 40 vjet përpara, ne kemi qenë në akademi bashk, kemi studiuar bashk, dhe ne ruajmë miqësinë ton. Tani më është bërë si një motër. Tani nuk ri dot kohë pa e takuar, sepse dhe problemet që kemi edhe të punës, dhe të familjes, dhe të shëndetit, çdo gjë ne komunikojmë bashk. Madje kam kaluar një siklet shëndetësor në kohën e verës dhe kam shkuar në Bog, ajo ka një shtëpi shumë të bukur në mal dhe unë kam shkuar te shtëpia e Ritës, kam ndënjur goxha ditë që u qetësova dhe që e rimora veten, sepse isha goxha e smur. E kam shumë krah, e kam mbështetje dhe Rita Remonda Bulku, aktoria jonë e madhe, bukur edhe e kaq shumë filmave, Elvira Diamanti, të cilën me siguri e njihni, aktoria që luan tek Praun e kaluara, edhe publiku i Maqedonisë Veriut e njeh. Nuk ka vetëm atë film, ka shumë filma dhe shumë teatro ka luajtur dhe ajo ka qenë klas. Ne kemi qenë shumë të lidhura bashkë dhe të katra vazhdojmë ta mbajmë miqsinë tonë. Dhe bëjmë shumë udhëtime bashkë, shkojmë te njëra tjetra, takohemi, kemi shkuar te Elvira, ajo banon në Itali. Kemi bërë disa udhëtime, s'ka nevojë t'i përmend. Tani me Ritën do shkojmë në Athinë, kemi një shoqe tjetër të klasës. Deri pas nesër ta, do duroj. Po, do shkojmë në Athinë, do shkojmë tek Vefi, kemi një shoqe në Athinë, që kemi patur shoqe kursi dhe atë. Okej. Po shkojmë aty, do shkojmë të shikojmë disa shfaqje teatri të Athinës. Dhe më pas do vazhdojmë me udhëtimin që kemi, siç udhtojmë gjithmonë bashkë. Pra, Rita është një nga mikeshat e mia të mira, e falenderoj shumë. E di që i flet zemra shpirti. S'ka si të ndodh ndryshe. Unë ndjej kjo reflektua edhe nga ekrani, se ta me shumë zemër. E keni kapur si mikesh timen, e keni gjetur tamam atë që duhet. Personin e duhur. Po, personin e duhur. Unë munduam pak që realisht t'ju prekim pak në sentiment, në atë që ju realisht Po, u preka shumë, me qëndrimin u preka se qet para dhe nuk e besova që do ishte një intervistë, nuk e di, edhe me Ritën sigurisht se më ka marrë malli dhe mua. Patjetër, unë i falenderoj të dy, realisht edhe qëndrimin edhe Ritën për gatishmërinë. Unë e falenderoj qëndrimin sepse edhe më ka shoqëruar këto ditë, bashkë me Dritëro Amen, me Dritrojnë, më kanë shoqëruar, kemi shëtitur edhe kemi kaluar shumë mirë dhe falenderoj shumë që ka gjetur kohën të jetë me mua këtë ditë. Sa bukur. Në fakt, përveç arritjeve të mëdha të cilat i keni në aspektin në profesionin tuaj, sigurisht ju keni edhe një histori shumë të bukur dashurie me bashortin tuaj. Për këtë histori unë e kam dëgjuar shumë sepse kam parë shumë nga intervistat tuaja, në shumë prej tyre ju keni folur për bashortin tuaj. Përveç një histori e bukur, edhe një histori e vështirë nga ana tjetër. E ka bërë kjo pikërisht ndoshta distanca e gjëra tjera peripetitë të cilat i keni kaluar rrugës historinë tuaj edhe më të bukur edhe më të veçantë? Historia ime është e bukur vetëm sepse unë e doja shumë Benin. Dashuria ime ka qenë vërtet shumë e madhe. Po jam e sigurt që edhe ai ju ka dashur dhe ju do shumë edhe ai në mënyrën e vet, patjetër, sepse Beni ka sakrifikuar shumë për mua, ashtu sikurse edhe unë por Beni. Unë i them, më kujtohet një poezi, krejt u ndryshova veç për ty, por aq sa duhet jo. Edhe unë i them, unë ndryshova, krejt u ndryshova dhe prap jo, sepse prap ai ka ndonjë rezervë.
Për shembull Beni e ka pasur shumë problem që unë të lëviz nga Korça për ditë gjatë, të bëj filma, të bëj role për një kohë gjatë. Normal, çdo burr apo grua do ta kishte vështirë për partnerin e vet, por unë ashtu e kisha profesionin, e doja, i kam dhënë fjalën në fillimet kur jemi martuar, nuk do shkoj as gjikundi, do ri vetëm këtu vetëm me ty, nuk diskutohet. Por pastaj jeta vetë sjell zhvillime, fakti që unë mora drejtorinë, do më duhet shkoja në ministri, në teatrin kombëtar, kisha lëvizje. Beni vjen gjithmonë me mua sigurisht, por kur jam ditë gjata, siç jam këtu 7 ditë, ai ka punë të veta, nuk më shoqëron dot. Jemi dashur, kemi patur probleme patjetër, edhe mosmarrveshje, sepse kemi gjëra të kundërta të dy, patjetër që ai nuk më kupton për disa gjëra, Sarin ta kuptoj se sa fort unë dua këtë profesion dhe se sa e kupton, po ndoshta nuk i vjen mirë, se i duket sikur ndonjëherë e dua më shumë teatrin se Beni. Vazhdojmë ta keni edhe sot këtë dilema. Po e kemi. Dhe po flasim për një lidhje shumë të gjatë, në realisht ju keni pas lidhje, pastaj martesë, sa vite jeni bashkë me Benin? Në 89. Wow, 89. 14 vjet jemi dashuruar. Nuk kemi vendosur për të martuar. Për fatin tim të mirë, Ngela Shtatzan, edhe u martuam. Këtu desha të ndalem sepse në një intervistë më pëlqeu sa bukur e thatë. The meqense takoheshim rrallë, unë isha në Korçë, ai ishte në Tiranë. Unë isha në Tiranë, ishte në Korçë, ai në Korçë, e kundërta, dhe nga malli që kishim, unë Ngela Shtatzan. Nga malli me cilin takoheshim. Po, kjo është e vërtet. Po, se këtë ma ka thënë dhe doktori, që ndikon shumë. Po, ndikon. Dhe ndikoj pozitivisht te unë. Sa bukur, dhe erdhi vajza në jetë. Dhe pastaj erdhi vajza, po, dhe ne u martuam. Unë punoja në televizionin shqiptar dhe drejtoja emisione kështu si jo. Sa bukur. Drejtoja emisionet e të shtunës dhe të dielës në RTS. Në ato vite kam prezantuar Natën e Vitit Ri, kam disa vite me radhë, kam prezantuar koncerte në Pallatin e Kongreseve, kam realizuar 2 filma brenda atij një viti. Dhe brenda atij një viti Ngela Shtatzan dhe mora lejnë e lindjes nga televizioni shqiptar dhe u ktheva në Korçë. Dhe Ngela Shtatzan dhe u martova, ishte arsyeja vajza që u martuat, që ju dha një farë presioni që të martoheshit më përfundimisht. Se aty i kam thënë Benit që unë tani jam Shtatzan, duhet t'i japim fund. Domethënë si do bëjmë, duhet të gjenim zgjidhje. Edhe u martuam, po. Patëm shumë vështirësi, jetuam në një shtëpi të keqe, një dhomë kishim jo të mirë. Ndërkohë që nuk është se s'kishim lek për të blerë shtëpi, por ishin kushtet tjera që na detyronin që ndronim pak ashtu. Sa gjetëm një shtëpi që e blem, filluam ndërtimet na zgjatën shumë, 10 vjet mezi e bëm shtëpinë e re, jetuam 10 vjet aty në një dhomë. Vajza filloi të rritej, ishte e smur, do të pata probleme. Kështu që nuk ka qenë jeta e bukur, por unë jam gjithmonë vetë e bukur, e lumtur. Besoj kjo ndikon shumë edhe optimizëm, dua të sjell gjithmonë një gjë të bukur. Edhe e them gjithmonë, edhe kur vuaj, unë prap kam një lumturi brenda vetes, sepse edhe të vuash, edhe të ndodhin gjëra jo të bukura, të gjitha janë pjesë e jetës. Njeriu ka rëndësi që t'i kaloj, t'i jap vetes optimizëm, të gjej atë të bukurën që e tërheq dhe që e bën të lumtur ose që e qetëson, edhe ka zgjidhje për çdo gjë. Jam dakord. E përmendët pak këtë periudhë një të bukur, sfiduese me sëmundjen e vajzës, dhe keni thënë gjithashtu në një intervistë që ju realisht i keni qenë shumë e fortë gjatë kësaj periudhe, mirë po nuk ka qenë e njëjta me bashkëshortin tuaj. Beni thatë që ka qenë vërtet e ka përjetuar shumë rënd këtë pjesë. Beni në disa raste ka qarë, nuk e kam mbajtur dot veten dhe unë e kam tundur fort për t'i thënë që ne do t'ja dalim, sigurisht dhe unë qaj shumë se Beni, por e qara e ne grave është pak me thjesht dhe të qaj një burr është të përlotet është shumë e vështirë. Edhe Beni nuk ja ka dalë dot, Beni s'ka hyrë asnjëherë në sallat ku vajza është operuar apo ka bërë ndërhyrje apo ka bërë analiza. Gjithmonë unë e kam shoqëruar, edhe në Gjermani kur e kam çuar, e kam shoqëruar vetë. Ja kam dalë vetë. Beni kishte dashur të punoj normal se sigurisht kanë shpenzime edhe këto. E bëra këtë pyetje sepse sigurisht jam shumë e sigurt që shumë njerëz të cilët po na ndjekin ka edhe prindër të cilët mund të kalojnë në faza të tilla. Ku ka qenë ajo në cilën ju jeni kapur që ju ka dhënë fuqi për ta kaluar krejt këtë situatë? Kam shpresuar. Shpresa është ajo që më jep fuqi mua. Unë kam shpresuar, unë kam besuar që gjithçka do shkojë mirë. Gjithçka do shkojë mirë. Vetëm tek vdekja e vllajt aty Sarita do të jap vetes gëzim dhe optimizëm. Ajo është ngjarja më e rëndë dhe më e keqe që më ka ndodhur. Humbja e vllajt. Po për vajzën gëzon tani shëndet të plot, se kam parë në fotografi. Ajo është mirë. Zamira Kita. Zamira është një nga personat më të shtrenjtë në jetën time. Është motra ime e dashur dhe e mirë. Një fjalë mund të them për Zamirën.
e mrekullueshme. E dua shumë, shumë, shumë. I uroj suksese dhe një lumturi në jetë. Sa e bukur. Kjo është motra juaj. E falenderojmë shumë, shumë, shumë për këtë moment që ndau me ne. Motra nuk flet kur, nuk del kur në intervista. Kjo është hera e dytë që nuk di si është gjetur Ana, si është Unë e falenderoj detyruar. shumë dritrojnë që e ka bindur për këtë moment ka është bukur. Ka dhënë një intervistë vite përpara dhe është smurur mbas intervistës sepse ka patur një dridhje, një siklet, një emocion shumë të madh dhe ka kaluar kohë kur na vdiq vllai kriza paniku, ankthe dhe vështirësinë frymëmarrje nga. Mirë po, me vite u qetësua, e kaloi dhe kur i kanë thënë për intervistën, e ka bërë intervistën dhe pastaj e ka kapur prap nga emocionet, se ajo nuk flet, nuk del dot, nuk është natyrë si mua, është komplet e kundërta ime. Është me heshtur, me tërhequr, jo protagoniste. Edhe tani, prandaj edhe ka folur kaq pak, por megjithatë e ka bërë. Pak, por shumë bukur, përçoi emocion shumë bukur. Ajo jeton jashtë vendit, nëse nuk ka Ajo jeton në Greqi, sepse është martuar me një grek të Selanikut. Atje është kunati im është një burr shumë i mirë, e do shumë motrën time. Si rrallëherë mund të tjetë një burr që të bëj ashtu për gruan e vet, këtë e them me sinqeritet. Unë i dua fort të dy dhe e dua kunatin tim që më kujdeset aq shumë për motrën. Ajo ka një të bukur, kanë 12 vjetë së bashku dhe jeton shumë mirë. Unë jam e lumtur për këtë gjë, edhe ju uroj edhe unë atyre lumturi. Shumë faleminderit Daniela. Faleminderit shumë zemra motrës. E kam njeriun më të afërt. Do më thënë, mbas familjes vogël times, Benit dhe Enirës, Daniela dhe mami janë njerëzit më të afërt që kam. Jam e fat që kam një motër, sepse të dyja bashkë qëndrojnë pranë mamit që ka humbur djalin. E duam që ajo të ndjehet mirë me ne dhe të kuptoj që ajo nuk kthehet më, kjo fatkeqësi. Por ne do mësojmë të jetojmë me këtë dhimbje. Humbjen e tij, me këtë dhimbje. Ashtu është. Kalojmë pak, kthehemi te gjanat e bukura. Po. Te gjanat pak më pozitive, sigurisht tek sukseset e kështu me radhë. Unë kisha një pyetje që lidhet me Shkupin, me qenë si ju kemi në Shkup, gjithmonë më ka brejtur, do thoja kjo pjesë, mos ndoshta elita kulturore nga Shqipëria apo edhe Prishtina duhet jeni pak më aktiv, ju kemi pak më shpesh në Shkup, që ndoshta të na ruani pak nga jo influenca, do thoja se kulturës slave apo edhe e lindjes. Mendoni që takimet më të shpeshta tuajat në Shkup dhe kjo influencë që mund të na e sillni do e kishte përmirësuar pak gjë, sepse Shkupi ka nevojë, do thoja. Ke shumë të drejtë, kjo është një gjë shumë e mirë, jo vetëm që ne të vimë dhe të ndikojmë tek ju, por dhe ju të vini të ndikoni tek ne. Pra është ndërsjellët, sepse ne duhet kemi një bashkëpunim më të madh, më të shpesht me njëri tjetrin. Qoftë edhe ne të Shqipërisë tek Kosova, Kosova tek ne, edhe me Maqedoninë e Veriut. Kjo nuk ka të bëjë me ndikimin e kulturës slave apo të lindjes, edhe ato janë kultura që duhen. Sigurisht që të gjitha ne jetojmë në këtë multikulturor. Edhe mirë është që të gjitha t'i kemi nga pak, por njëri tjetrin duhet ta mbështesim, ta ndihmojmë për të përpara, për të ecur më lart, për të patur suksese e për të nxjerrë emra siç dhe Maqedonia e Veriut e ka qëndrimin që krenohemi edhe ne kur dëgjojmë arritjet e tij apo dhe të shumë të tjerëve, sepse ne kemi dhe shumë regjizor të tjerë në Shkup që janë emra shumë të mirë dhe po i referohem mikut tim, meqense edhe më bëri këtë surprizë të bukur. Ne jemi të gatshëm që gjithmonë të vim këtu. Sa herë na thuhet për të marrë pjesë në një festival, ne nuk hezitojmë. Personalisht unë dhe teatri im asnjëherë nuk kemi hezituar. Kemi qenë pjesë e festivalit Gostivarit, pjesë e festivalit të Dibrës, festivalit të Tetovës dhe Skupi Fest. Ne kemi qenë me shtëpia e Bernarda Albës, kemi qenë pjesë e këtij festivali. Kemi luajtur në një han dhe ka qenë shumë bukur sepse u përshtat shumë mirë shfaqja atje. Kështu që në çdo moment që ju do të keni nevojë, ne do të jemi të gatshëm. Unë personalisht nisem edhe për një emision festiv që mund të keni në një festë, në një rast të veçantë, në një vend ku unë duhet të bëj diçka, me shumë kënaqësi do të jem pjesë, jo vetëm tek ju, po tek çdo teatr, tek çdo televizion. Mjafton që unë të ndihmoj dhe komunikoj me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Bukur. Folëm për kaq shumë gjëra, për kaq shumë arritje, për kaq shumë shfaqje, filma e kështu me radhë. Zamira, ka pasur ndonjë moment në jetën tënde që ke thënë
ndoshta edhe ka mundësi të tërhiqem nga skena plotësisht, ose nuk ka ardhur ende ai moment dhe nuk do vi ndoshta edhe kur. Jo, nuk e kam menduar kur ndonjëherë që mund të tërhiqem nga skena, përveç kur kam lindur vajzën, kam kaluar një depresion 40 ditë shumë të rëndë. Aty po, por aty nuk isha unë. Aty është fliste depresioni sëmundja ime, postpartum. po, është depresioni mbas lindjes, ishte çështje hormonale që unë nuk ndihesha mirë dhe nuk do dalë më nga shtëpia, thosha unë. Nuk do dalë më, nuk dua të shkoj në teatr, nuk do shkoj më në Tiranë televizion, nuk do punoj më, ndërkohë sot jam pjesë e këshillit drejtues të radio televizionit publik shqiptar. Bashkë me Raimonda Bulkun dhe kolegët e tjerë, po ne jemi dy femrat të vetmet. Kështu që nuk besoj që do të tërhiqem ndonjëherë. Jo. Edhe kur kaloj probleme shëndetësore, si të shpata si vjetë në verë, mu duk se nuk do të arimarr dot veten dhe do të më duhet vetëm të qëndroj në shtëpi, të lexoj një libër, do dal në pension, do pi ndonjë kafe, do bëj një shëtitje nga parku, po si s'do luaj më teatr, Dhe pastaj vjen një moment, jo, fshihen gjitha pastaj u komedive. shërova dhe thash, çfarë s'do luaj Vjen teatr? shumë mirë. Jo, më do luaj teatr dhe shumë mirë jam. Kështu që Unë uroj të gëzoni shëndet plot deri në fund të po, jetës. po vin ndonjëherë Dhe probleme të kemi se edhe tani shumë gjatë, aktive, kështu si qeni. Po, E bukur, faleminderit. zonjë. Faleminderit, përpiqem shumë që të vazhdoj të jem kështu, përpiqem, më pëlqen të jem aktive, më pëlqen të luaj teatr, më pëlqen të merrem me menaxhim dhe drejtim në kuptimin e organizimit të aktiviteteve, të ideve të reja. Por me gjithë stafin që i kam njerëz shumë të mirë, disa prej tyre i kam krah. Siç kam Blertën, që gjej rastin ta përshëndes nga Maqedonia e Veriut. Atëherë do kalojmë pak edhe tek aktiviteti juaj, sigurisht e përmenda që jeni edhe drejtoresh e qendrës kulturore në Korçë, përmendi edhe qëndrimi Koko Festin që është një festival shumë i njohur, gjithë ne e njohim. Aktivitete tjera sa janë këto impenjuese, besoj sa duan përgjegjësi shumë të madhe. Po, janë shumë impenjuese dhe për vite me radhë kam qenë, si thua, duhet ta prekja çdo gjë vetë sepse kisha merak, kisha frikë, nuk isha shumë e sigurt tek të tjerët edhe vuaja shumë. Sot jo, i kam shpërndar detyrat, kam fituar eksperiencë dhe nuk merrem shumë konkretisht me çdo gjë sepse kam shumë njerëz që punojnë për të, por patjetër që kam dëshirë të rigjës në krye të marr edhe një nga zamira për ato që bëhen. Për shembull, ne kemi aktivitete shumë të mëdha duke filluar me festivalin kombëtar të karnavaleve. Që janë karnavalet e Korçës që janë mrekulli dhe unë asnjë vit prej ndoshta 17 vjetësh nuk kam qenë pa u veshur karnaval. Unë jam një nga karnavalet më të bukura në rrugë. Dhe idenë e kam vetë, e krijoj vetë, e realizoj vetë, edhe kostumin dhe maskën dhe gjithçka, dhe jam vërtet shumë bukur. E nëse hyni te karnavalet që zhvillohen në qershor, çdo qershor do ta gjeni Zamirën atje me kostume. Qershorin e kaluar kemi realizuar një bisedë online, fatkeqësisht nuk patëm mundësi që të vim deri atje, por që ishte diçka e magjishme. Unë realisht i kam ndjekur ndër vite, por vitin e kaluar tash ti kemi pjesë të emisionit. Kam qenë vjeshta, e mbushur me fruta, me fustan me fruta, kurse si vjet kam qenë bredhi. Bredhi, okay. Bredhi i vitit të ri që ka dhe në një top të vogël, se doja të mbushesha shumë se më rëndonin, po e gjitha ishte një bredh, domethënë jeshil. Isha e gjitha e lyer jeshile dhe e tëra një fustan i madh që ishte mbushur me deg bredhi dhe ishte bredh. Po të më shikon në rrugë një bredh. Ishte shumë i bukur kostumi. E kisha idenë vetë, e realizova vetë, e bëra vetë, mendimin e vajzave që i qepëm ato bredhat se normal. Karnavalet. Pra, pastaj kemi Mik Festival, që ka drejtuese artistike Inva Mulën, që qëndrojmë gjithë në këmbë për atë aktivitet sepse vinë emrat njohur nga bota, orkestrat mëdha simfonike, siç ka qenë Orkestra e Forcave të Armatosura të Tiranës, dhe tenor, soprano, këngëtar liri, këngëtar të muzikës së lehtë. Pra ka shumë aktivitet të bukur Mik Festival. Kemi gjithashtu skulpturën e parkut, ku vinë skulptorë nga gjithë bota, realizojnë gurët në formën e skulpturës parkut, dhe ne kemi një muze pa morë të vendosur të parku Rinia, tani sapo e përfunduam edicionin tjetër. Kemi koloninë e pikturës, na vinë shumë piktorë, gati 30 piktorë nga gjithë bota, që pikturojnë Korçën dhe i dhurojnë pikturat e tyre, ndërkohë ne i presim në Korçë me të gjitha shpenzimet, komoditetet dhe gjithçka që ju duhet atyre. Përsa ju takon aktiviteteve kulturore, ne kemi kalendarin e fundvitit dhjetorin, kemi gati çdo ditë, një herë në 2 ditë ka shfaqje në teatr, ka aktivitet. Ka spektakël, ka shfaqje për të rinj, koret e të rinjve, kemi korin Lira që kemi një vlerë të shtuar të Korçës, kemi korin Akapel që kemi krijuar me Trimor Dhomin së fundmi. Ky do të jetë edicioni 3, viti 4 që ne
kemi Arja e Korçës. Arja e Korçës është kori tjetër që ne kemi krijuar. Kemi orkestrën simfonike, që e kemi shumë të mirë, kemi festivalin e bandave, na vinë 6 banda nga gjithë bota, nga 6 vende të botës, dhe banda e qytetit tonë, sigurisht. Kemi shumë festivale, se ndoshta edhe mund të harroj tani. Shumë aktivitete janë realisht. gati 100 aktivitete që zhvillohen përgjatë gjithë vitit në Korçë, koncerte muzikore, ekspozita të arteve figurative, kemi netët korçare të poezisë, sepse brenda qendrës së artit dhe kulturës është dhe biblioteka e qytetit, dhe ky është një nga aktivitetet më të rëndësishme që organizon biblioteka, që janë netët korçare të poezisë, ku vinë sërish rreth 30 poet prap nga vende të ndryshme të botës. Kemi patur deri nga Singapori, Amerika e Largët, Australia, kemi patur poet, për të mos përmendur pastaj Amerikën, që janë gjithmonë pjesë, dhe Evropa me disa nga shtetet kryesore. Pra kemi shumë aktivitete. Ja, për këtë bashkëpunim unë isha duke folur, ndoshta ne nga këtu duhet vim të frymëzohemi pak më shumë atje. Po, por ajo që duhet të bërë kryesisht e para gjë, se kemi edhe shumë teatro, në vit të realizojmë 3-4 premiera të reja. Kryesorja është që t'jetë mbështetja e pushtetarëve ndaj artit dhe kulturës, gjë që qyteti im e ka me pash. E kjo pastaj është tema vete, këtu kemi shumë pikpyetje realisht. Po patë nuk bën. Ne kemi një mbështetje nga Bashkia e Qytetit, dhe Bashkia e Qytetit ka shumë kujdes për aktivitetet kulturore artistike. Ne kemi kryetarin që nuk le asnjë shfaqje pa parë, qoftë edhe koncertet thjeshta muzikore, ai nëse është në Korçë. E kjo flet shumë realisht. Çdo shfaqje të Kokofestit e shikon ai. Çdo shfaqje teatrore. Do na duhet ende shumë kohë. Kështu që të vinë dhe ta shohin vërtet shfaqjen, jo vetëm për pikë politike. Duhet ta duan. Dhe ta shijojnë. Jam shumë dakord me ju. Pas krejt kësaj bisede kaq të bukur që bëm, unë kam një mini sfidë për ju, që janë zgjedhje të shpejta. Duhet të zgjedhësh mes kësaj ose mes asaj dhe përgjigjesh shumë të shkurtra, sepse jemi drejt fundit realisht, por tash nuk do e lë pa e bërë edhe këtë sfidë, sepse e ka dalë shumë bukur edhe me shumë të ftuar të tjerë. Skena apo zyra? Skena gjithmonë. As diskutohet. Publiku i Korçës apo publiku i Tiranës? Në fakt, Tirana ka shumë publik, publikun e Korçës do zgjedh, por Tirana ka shumë publik, edhe ka publik të mirë. Okej. Se është dhe numri i popullsisë, në proporcionet se ajo. Sigurisht. Po publikun e Korçës do zgjedh patjetër. Publikun e zemrës. Po atë kam të dashurin tim. Ashtu. Të luash një dramë serioze apo një komedi që bën njerëzit të qeshin? Serioze kam dëshirë. Po. Okej. Kritika e ashpër apo duartrokitja e ngrohtë, cila ju ka ndikuar ju më shumë gjatë rrugtimit tuaj? Duartrokitja e ngrohtë. Duartrokitja e ngrohtë. Okej. Një premierë teatrale madhështore apo një projekt kulturor që përfshin qytetin? Një projekt që përfshin qytetin. Okej. Nuk e them kot këtë. E them le të jetë një gjë e vogël, por të jetë që ta doj Korça. Ta doj qyteti ku punoj. Okej. Më shumë adrenalin para një shfaqje apo pas një projekti të madh kulturor? Kur ndjeni më shumë? Pas një aktiviteti të madh kulturor, po për para më prish punë adrenalina, më ngre tensioni. Më ngre tension, okej. Teatri i traditës apo eksperimentet moderne, për cilën jeni ju më shumë? Të traditës jam më shumë, por edhe eksperimentet moderne më pëlqejnë, ose nuk po mund të them se jo. adaptohen bukur ndonjëherë, po gërshëtohen bukur. Po, kur gërshëtohen bukur të dyja është më mirë akoma. Nëse do mund të zgjidhnit një rol i paharuar në film apo një shfaqje që bën histori në teatr? Një rol në film. Filmin e kam shumë dashuri. Okej. Drejtoresh për gjithë jetën apo aktore për gjithë jetën? Aktore për gjithë jetën. Nuk e vën dyshim nuk diskutohet. Po nuk e bën dot drejtorin për gjithë jetën. Vjen një moment lodhesh, është ngarkesë e madhe, do ta lësh. Po, duhet të zëvendësoj dikush. Ndërsa aktrimin e bën edhe 80 vjet, mund të jetë roli një gjyshe, një zonje të madhe në moshë. Ashtu. Nëse do ktheheshit pas, çfarë do t'i thoshit vetes tuaj të re që po hyn për herë të parë në teatr? Vazhdo në këtë rrugë, duaj teatrin fort, se do t'ja dalësh. Bukur. Edhe një pyetje të fundit unë kisha. Në qoftë se do donit ju kujtonit vetëm me një fjalë, cila do ishte ajo, Zamira? E mirë. E mirë. Po. Një njeri i mirë. Zamira është e mirë. Bukur. Unë në fakt kisha shumë kënaqësi që ishe sot pjesë e emisionit Prizma dhe që ndahet nga koha juaj, edhe pse sigurisht të kohë do kishit mund ta kalonit me miqtë tuaj kështu me radhë, po besoj që ja vleti sepse me këtë ju keni folur me një publik të tërë të Maqedonisë së Veriut dhe jam shumë e sigurt që ishte një bisedë shumë e bukur dhe shumë e ndjerë. Unë kënaqa shumë që ju kisha sot pjesë në emisionin tonë. Unë sparikzojmë që u njohëm së bashku, sepse më ke lënë një përshtypje të jashtëzakonshme si prezantuese, jo vetëm që është shumë e ëmbël dhe bukuroshe, por shumë e mençur dhe shumë të zgjedhura të gjitha fjalët
fjalët edhe pyetjet që më drejtove. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Dëshiroj edhe një herë ta përshëndes publikun që na ka ndjekur. Shpresoj ti kemi kënaqur, të kem ndikuar sadopak në jetën e gjithë secilit, kem treguar diçka që ju vlen atyre. Nuk e vënë dyshim as pak, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Dua edhe një detaj, më the që këtë fustan e ke ruajtur për natën përmbyllëse të festivalit, dhe jam shumë e lumtur që zgjodhe ta veshësh sot për emisionin tonë. E kisha sjell nga koça ta vishja në finale, se tash ndoshta do duhet të ngjitemi në skenë për të përshëndetur publikun edhe të keni një gjë të bukur. Po kur më tha drejtoroi për emisionin, sigurisht që unë do ta vlerësoj këtë studio. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Ju dëshiroj shëndet mbi gjitha dhe shumë sukses. Uroj të takohemi sërish në ndonjë mundësi të radhës. Të shpresoj në ndihmën e Zotit. Faleminderit shumë.